Falenderimet, lavdrimet I takojnë Allahu Gjalla Gjalaluhu, krijuesit ton, furnizuesit ton, udhëzuesit ton. Salatet dhe salamet, duat tona më të sinqerta janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm, me të cilët Allahu Teala ishte I kënaqur me ta dhe ata ishin të kënaqur me Zotin e tyre dhe pejgamberin e tyre, si dhe duat tona janë mbi gjithë ata të cilët pasun fjalën Allahut, mbi ata të cilët jetuan para neve, mbi ata të cilët janë bashkëkostan pasim të rrugës Zotit dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe duat tona shkojnë edhe për evlat ton, pasardhësit ton, ata të cilët do të vinë pas neve dhe do të pasojnë fjalën e hakut, të vërtetën e madhe dërguar për Allahu Teala, fjalën e Zotit Kur'anin dhe sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Të nderuar vëllezër, një prej smujeve të mëdha të ummetit ton është smuje që ishte edhe më parë tek ummetet tjera, tek popujt tjerë para daljes së ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ajo është smira, zilia, haseti. Sot që shumë njerëz që për shkak hasetit që kanë ndaj njëri tjetrit, për shkak smirës që kanë në zemrat e tyre ndaj njëri tjetrit, kanë urrëtin ndaj njëri tjetrit, I bëjnë zarar njëri tjetrit, përgojojnë njëri tjetrin, dhe sa bazë e gjitha këtyre të këqijave është zilia që kanë ndaj njëri tjetrit. El hasad ose smira, zilia është dëshira që një nimet, një dhunti Allahu që ja ka dhënë dikujt që më u shkatrua e mirësi apo më u largu atij apo asaj ajo dhunti Allahut Teala. Dhe është një smuje që nuk shihet në trup, por e shkatron shpirtin dhe mendjen e njerit. Atë që e ka plan haseti e ka kaplu një keqe e madhe, për arsye se ai shkrinjet, ai përvlohet, ai dal ka dal humbet veten e vet prej hasetit që ka, pse Zoti diku I ka dhënë pasoni, I ka dhënë gru të mirë apo I ka dhënë burr të mirë, pse Zoti diku I ka dhënë evlat të hajrit, pse dikush ka ndrejt shtëpi më të madhe se ai, ka ble kerr më të mirë se ai, ka telefon më të mirë se ai, është më I pashëm, më I bukur se ajo, gjëra të tjera të cilat bëjnë që të mos jetë razit, mos jetë I kënaqur, pse Zoti I ka dhënë atij këtë mirë. Dhe kjo dal nga dal, hasetçin, ai I cili e posedon këtë smuje shpirtërore, këtë smuje të zemrës, dal ka dal e shkatron. Dal ka dal e bën që të mos jetë më vetja e vet. Allahu Teala e ka ndaluar një gjë të tillë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ndaluar një gjë të tillë. Zemrat tona ndarun vllazën do të më qenë zemrat pastërta të muslimanit të sinqert, I cili I gëzohet të mirës që e godet vllaun e tij dhe I hidhërohet të së keqes që e ka godit dikon për vëllezërve dhe motrave të tij. Zemra e besimtarit është tek tillë. Dhe sa zemra e munafikut, zemra e dyftyrshit, zemra e hasetçis është e kundërta e kësaj që e tham. Dhe Allahu Teala na ka treguar në surat Ali Imran ajetin 120 dhe thot Allahu Teala in tamsaskum hasana, thot Allahu Teala, nëse juve ju godet një e mirë, Allah ja u ka dhënë një dhunti juve, tasuhum, ata plasin, ata janë keq. Qysh mëre, po ku e pas ka gjet atë nuse, po ku e pas ka gjet atë burr, po ku I pas ka dal djali ati, pa di çfarë qëroni e kon ky, oni djemt e ti me dal. Unë kush jam kon, po qys gajtën pak ka unë pa shkun gajtën ka dajt. Se unë të kish ga ka unë ishim kon kështu e ashtu. Edhe fillon me qu haset të mira që ja ka dhënë Allahu Teala dikujt. Nëse I qilet puna, ose ka gjetë një punë të mirë, ose po I shkon shkolla,
ose ka bo pranim, kjo edhe të hoxhallarët është shumë prezent, haseti. Më skujto se shallat jenë të pasta për hasetit. Bile e vrenë shpesh herë këtë punë prej kolegëve tu, të cilat në çdo mënyrë mundohen me për ullë, punën, veprën, fjalën e kolegut të vetë. Dhe zakonisht mesin e kolegëve ndodhi këtu sen, mesin o gjallarve, arsimtarve, doktorve, inxhinjerve, kolegëve të punës, vazhdimisht shqeqajnë me ullë performancën e dikuj si li lavdrohet dhe me i gjetë mangësi në punën e ti. Gjithë një ka me hullumtu qësh mja ullë autoritetin ati. Pre kretë punëve që i ka bo, një sens i ka përqy që ato ka me rrit, ka me bo bulli, ka me bo. No, mirë veç, ja, e ka që tonë aje, a bedin, edhe, një saat di me të kalzu për që tonë që kjo e ka gjithë dika një bështë këte personin në fjallë. Dhe këto zakonisht janë prehaseqive prezent. Dhe e merë vesh, qilja një muhabet një kolegës për një kolegët vetë, e merë vesh smujen e ti. Shumë kolla e ki me marë vesh. Valla be, filon doktorin për livdojnë, qështu me dit ata që ushe di jone. S'ki qa bot, qështu në njerëzit. Filon hoxën për livdojnë, atone, këtone, edhe janis. Prej hasetit, filon me fol, me gjujt, me bo, edhe me këty fjallë. Edhe me bo një ders me filon hoxën edhe me filon hoxën. Dhe na pëshojmë këto mesinat. Qka të thot aj, me filon i bëna, me filonin, s'kisha me thonë, jo me këta, mos me këta ne. E merë vesh, personin që i smut, ka haset, edhe që në zili, kolekt e vetë. Dhe kjo smuje, Allah Ta'ala në tregon, është për cilësive të dyftyrshave. Pa dhe thot Allah Ta'ala, in të mëseskum hasenat e suhum, nëse ju godet një mirë, ata bohën keq. Wa in të sibkum sejjetun jefrahu biha. Nëse ju godet juve një keqe, gëzohen. Po mirë beja pas kanë bo. Oh, halal të koft. Ajde ku po shko me ta qitë një akullore që më kalzove se myshdem këdo. Me o meni që diku i ka sharru biznisi, se dikon dhe pas kanë marë, pas kanë qunë polici, diku që i pas ka bon një të keqe, diku i pas kanë shkuja, pas kanë ngrit kerin, keni po ju, sot hasreta me marë një ker pak si vizlën, pak ma shumë se i qerve. Me një herë shkën edhe bëjnë keq, ose e marin me qelë, si ja bëjnë vija kerin, vërre. Po që kam ju bo këtyne mëse, me ka për betoni kryt edhe hundën mi apshtinja tëne. Ha që kam e bo? Isha para disa ditë tash në Gjakov, edhe një taksist. E kish marrë një taksi pak ma të rujtëm se këtyne qerve, 2006. Që kolekte vetë që ka i bëjnë, që kjo shaj hasetit, që më ka shty pak për me folë, për këtë gjumo. Qa bën kolekt, së më pedurejnë që tash pëse ka marrë taksi kjo ma të minë, se të atyne, kanë marrë i kanë qitë cimento i kanë qitë në rezervat benzinit i kanë qitë ati të naftë 1.550 euro tha kom pas zarar koleg kanë e të kjo ka shku me pi kafën ata kanë marrë edhe pja qesin në rezervar nafta, benzin që ka pas edhe pja dëmtojnë edhe pja prishin pompën e benzinit edhe masnej shko ndroje i ka kushtu 1.550 euro. Kjo është kretë si rezultat i smires, rezultat i hasetit, zilis, kur sundurën ky me pas një sen ma shumë se une. Edhe qka bën shkon bën zarar. Ose e përfol, ose e bën gibetin e ti, ose shkon edhe e dëmton pasurin e ti. Në këtë apo atë mënyrë e banë. Une, për shembull, pa ta dëgju vjetë apo par vjetë, nuk e di, në lajme në Turqi, Kojshenica s'ka fëmi, këta kanë fëmi. Qatë që sune ka doru, pësa jo me pas fëmi, kjo s'ka fëmi, ka marë, e ka vra fëmi e vogël, 3-4 vjeç, e ka prej dhe e ka shtin, shparet, dimni dhe ka djek, cop e cop. E ka up kretë fëmi. Dhe kjo ndodh për shkak ziris, hasetit. Dhe haseti mund me qu njërin me bëha dhe aktet pa mendume. Deri të vrasja mund me prun situatën, së su në dërën.
s'ka çka i bën, edhe shkon e dëmton në mallin e tij, në evladin e tij, apo edhe në veten e tij, prej zilis, prej smujës që ka në zemrën e tij. Dhe kjo është për shajeve të imanit të dobët, nëse ekziston të personi fjalë. Prandaj tha Allahu Teala në surën Al-Imran ajetin 120: "Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha." Nëse ju godet një e keq, ata gëzohen. "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a." Por ju nëse bani sabër, edhe e keni frikë Allahun Teala, shkoni edhe ju m'ja bë tash njëjtin zullum, edhe m'ja kthy ose mi bë zullum e tjera, po ki frikë Allahun Teala, di se jetu usprovu dhe se haseti i ti ka të mira për ty, se është të t'i fshi gjunahet e tua. Dhe në ditë kiametit ka me t'i dhonë se vapët e vetë, do të flasë për sëri pak ma vonë, lidhe me këtë çështje. Bën sabër, ke frikë Allahun Teala, se thot Allahu Teala: "La yadurrukum kayduhum shay'a." Nuk ka mundësi juve m'ju godit as një keqe prej hasetit tëne. Ja hiç kur gjosën jo bëjnë ju. Ata vetë që e monojnë vetë. Nëse dëmton diçka në pasunin tënde. Nëse dëmton diçka në ty, të Allahu Teala ka me të shpagu. Edhe domi që ta ka bon mall, edhe domi që ta ka bon evlat, edhe domi që ta ka bon ty, në ditë gjykimit pa kur farë ndyshe, inshallah do të nxjerrë njeri ju hakun e ti, inna Allaha bima ya'maluna muhit, Allahu aq çfarë ata veprojnë e din. Gjithë përfshirë se është dija e Allahut Teala. E ka plën dija e Allahut Teala dhe din se çfarë bëjnë, çfarë flasin, çfarë veprojnë ndaj njëri tjetrit. Dhe ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë çështje në një hadith që e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "La tabaghadu wala tahasadu." Mos urreni njëri tjetrin. Pse po urren musliman në musliman? Çka më pyeti? Nuk e urren për shkak rakis, nuk e urren për shkak zinas, nuk e urren për shkak hajnis, nuk e urren për shkak flisnive që i bëjnë. Shiqëri famnat si i kemi. As rospijat e sokakit që është më i njohshëm në Evropë, në rrugët e Amsterdamit, nuk vishën ma zizëza qikat e Shadrvanit Prizrenit. Me tapi, dorën e laj, që qikat e Prizrenit dhe të Kosovës vishën ma kese rospijat dhe kurvat e Evropës. Dhe këto qikat mund me qenë të hoxhve, të haqillarve, të namazdive. Këto mund me qenë gratë hoxhallarve, gratë haqillarve, namazdive. S'ka se ma të keq kur përshon njërin që ka që mjekren e gruja me fistanin e qelë për ecën nga të ti. Haj me det haj. Edhe hec edhe qëtë mend ky, së është në gjene grun e vetë, grun e vetë me mbulu. Qatë fistan mja zgat edhe një shami mja vendosë në kokën e ti. Prandaj neve jam me gjendje, njerëz nuk falin namaz, amoraliteti është deri këtu jemi të mushëm me amoralitet. Në zhveshje edhe në veprim, nuk i urrejnë, shkon vjen në xhami e urrejnë njërin e xhamis. E urrejnë hoxhën, e urrejnë namazlin, e urrejnë vllahun e vet për një mesele, për dy mesele, për një çështje, për një vrejtje që ndoshta e ka dhënë hoxha. Edhe shkon edhe monohet me i shpalos të metat e tia, me përgoju, edhe e qënë zili dhe haset. Atë i cili të Allahu Teala ka pozit më të lartë se sa personi në fjalë. Haseti thash shkatërron njeriun pa e marrë vesh të tjerët nësa ky shkrihet kada kadal. Prandaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos e urreni njëri tjetrin, mos keni zili. Te grata shumë prezente zilia. Përpara kem thonë gratë që në haset njëna tjetrën. Jo koka ma e heshme se une, jo koka ma e zota se une, në përkatun do kona det për para me bo gara nuset, kush pe qëtë timin në gjak e para, mos me thonë që kjo koka ma dembelic, ajo ma e zonja. Haset të e qunjën atjip. Ja Allah, ecë, na ose ata, e jona ose e tyne. Për para, ta është besëni se burra së më për thonë, mashit jenë bo ma haset qi. Mashit e sodit.
që për i hekin vetlat. A keni një tash, mashjet për i hekin vetlat për i hekin. Ha mos tuj ma se si pederat për i hekin, ma se o për të thani për përmend pederat. Ha mos i thuj. Për vim autobus, një për para me, që ka që vothin, kada se nonën e majt i kish pas, që ka që vothin. Se s'bedia ka është naj adet vesh djata në të majt, për në të majt e ka pasaj. Na, baski këtu mrenda, që thash pak mja shtype, ja shpën qafën, ja shpën, baski mrenda, me shtrafa i shka naj veroni. Që ky mashkëlla, flok të kish bo kështu, si papagaj, veshin e kish shpu, regak. Mëse di femna që ka shete që ky hajvan, që ka shet. Veshin me ta shpu, hajvanve ja u kanë shpu. Për me dit, i kujo ky hajvan, lopa kujo, delmja kuj, dashi kuj, capi kuj, hajvan, që e shpu. Ose qëtë zingjira, qëtë halka, laga. Zingjirin e ka, me kap, hajde, muzat, hes të knena. Jo, gjë kom qitë, sërme se kom qitë, argjend është, zban mashkulli me qitë, kur gjo, vetëmi send është e lejume, unoza argjendit në dorë. Mashkulli jeti. Era burë do të me ta, në ndokje, në selje, në veshje. Nuk shpot mashkulli. Më konë Rabel Alemini femën të kishte bo. Qka e mesele? Ven vëth, këtu, dikush këtu, në hund, dikush në bel, vizatu, tetovaja, bon në për trup. Na, qëma këtë ne. Magari keq, tu vizatu. Për do këtë veti mirë je bo, tu vizatu në trup. Qërma marimongën, qërë njerë që akon bohën e këtë në. Tonk marimonga, tonk. Hajvan. A o tërbije mu vizatua. Dhe pas të ne, flet dikush që është burni. E burnia hup të ne. Këtë hup të ne burnia. Edhe kush nuk e diskuton me selen se kanë hup traditat shqiptarve, veç në qami vinë mi u kalzu shqiptarve, që shdu të më konë shqiptari. Shkë kalzaj njëre këtu në madmazelave të sokake që janë me miniqa, me sheshira, me qanë hecin rrugve. A janë këto të i ruj traditës shqiptarë, më si kalzoj vajzave me havale. Ose djemve me mjekra. Shkë kalzoj këtu në pederave që shpohen, cak, e lyën, e ngjyën. E i hekin vetla si feme, cikër. Masene, që shpjothojnë metroseksuel këtu në njerëzve. Emnit. Kalzoni këtë në pederave të juve pjotheshe metroseksual pjotheshe. O burnia, mashkulli. Femna e ka marak mashkullin me pa musjel si mashkull. Mashkull e ka femna marak mu konë feministe, femnore, jo në aspektin urrejtës e meshkujve. E po me pas feminitetin e saj, femnilëkin e saj, butësin e saj. Qka nëse të vjetë një femën edhe të cilës si mashkull aty në edhe qa bane ba, mi, qao, me të gërdit edhe mu qu ku ikë më dhe patë se ko ka trenu me këta në menajt. E ky mashi menajt, si, me kesh. A mashkulla? Neve në jemë prish sokakër, në jemë prish me gjlisat, në jemë prish e vlat, i rinia, pëndronë, s'pëdin më. Vallaj, billaj, në rrugë jem në herë ka heci, pasha Allah, për më kalon njëri për para, për jem me dikant për i thëmë, a ke mashkër që kuj a ke femër, s'pë di për tës. Vallaj, se jemi të i njëpë, në shka më pyte, më nuk jemi. Dhe këta jenë të malkum për Allah të zë u gjellë. Ata cilët i mashqi që i pëngjajnë femëna dhe femëna që i pëngjajnë mashqive, janë të malkum për Allah të ala. S'pë din njëri më ka punë. Dhe të e pas gjithë këtë keqe, ju ka një fesati velvelja muslimanve në medveti, që një tjetrin haset, edhe këqyrin sytë mja nëzirë një tjetrit, si kur që Allahu Teala ka tregu në Kur'an, që gëzohën nëse të ndodhë një e keqen. Zë pejgamberi sa pëdhet, mos urreni një tjetrin në musliman, mos qoni zilin një tjetrin, mos i këput një lidhjet familjare. Qusë erdhë hala, erdhë teza, erdhë migja, erdhë daja, pia, qëta që ka gjithë vakti në, për sante e kom sultanin në, sante unë e kom futbolit, ihtë në shërdhuna. E ke pa të rritësët, shkën nuk del as miser dhe mi thona krabaz vetë. Shkallon me muj me vjetë, nuk shkën me i bëz zjaret. Laperi, silën, nëllë, posh, vërdal, nëllë, posh, ka bo 20 vjetë.
Edhe tuhet nona mi thonë, që se marrë, që thuj mi se erdhe, të ka artezja, daja, agja sen. Që levës, deri sa të qohët mi thonë, nona 7 sa të e lutë, marrë, që. E la përlek është, ki obligime ka shi akrabave të tu. Dhe është i varëm akrabalëki në arshin Allah Ta'ala dhe bën dua kundër ati që i shkput lidhet familjare. Në ditë kiametit të ura siratit ka me qëndru dhe ai që s'ka bë ziaret akrabane vet, silët i rahim, ka mu bë davagji kundër ti dhe ka me thonë që ky qite në xhenem. Mëse në shko gjije nonë, ma se ojtë nonë, ku kena ta akrabo se s'pingjë ku shën kona ta tonët. Në muslimani e ti, silë si musliman, folë si musliman, vepro si musliman, e jo si dyftyrshat dhe njerëzit e tjirë. Padaj, mos i këput një lidhet falefisnore dhe bohëni vlazen, ka thonë Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, robër të Allahot. Robërit të Allahot të vërtet janë vlazen të musliman. Kunu ibadallahi ikhwana. Vlla, dhe konsidero si vlla tëndi, vllajën që ta ka bën nona, s'tfal namaz. Pera ki, ky nuk është më i afër se vllajën që ki sot në xhamin që tu afër vet. Sa ato s'ki me pa në ditë kiametit, a ky bova ki ka me bë shefat për ty, ka me ndërmjetësu të Allah Ta'ala për ty. Ato s'ki me pa. Prandaj duje këtë i cili ka ardhur edhe po fal namaz. Prandaj tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk i lejohet muslimanit që t'i dhërohet me vllahun e vet musliman më shumë se 3 ditë. Deri në 3 ditë o pet diqysh i nati. Mas 3 ditëve spaku një selam jepi. S'po tham shko bën mohabet. Se kur të thehet zemra ma nuk ka mohabet që shke pas për para. Po kur ta takon spaku një selam aleikum, jepja vllahut tënd dhe mos e shkput bile spaku prej selamit. Sot ishe njerëzit hunç kryt, ul. Ti kalon ai hunç kryt, ti kalon ai kthen kryt, s'do më dhon atij selam e s'do këtij. Dhe sa Muhammed alayhis salam thot, nuk keni me hin xhennet derisa nuk duhen ndërmjet vetë. S'ka xhennet për musliman derisa nuk shtojnë dashni ndaj njëri tjetrit. Kur kanë qenë të këtill musliman, Allahu i ka poshtru qafirat para kombëve tyne. 30.000 musliman kur janë kanë vllazën në medveti 4 vjet mas vdekjes pejgamberit alayhis salam betejën e njohët Jermukut ku e shkatruan perandorin bizantine, 200.000 bizantini kishin përpara. 200.000. 1/7 ishin në raport. Një muslimanit 7 qaferi kishte përpara. Po ishin të lidhur me Allahin, kishin dashni, s'kishin haset me njëri tjetrin, shkonin te njëri tjetri edhe i trokitnin nder. Çka është mesela, the ka ama një hurm. Për çka po të vinë një hurm? The ke sot kom agjeru na file për hir të Allahut, unë e kom fitu sevapin, po du edhe ti ta fitoj sevapin. E ka konsideru tamam vlla plot kuptimin e fjalës, s'ka qu haset. Sa ai që i jep agjeruesit një hurm spaku me qel iftar e merr shpërblimin sikur me pas agjeru edhe vet dhe shkon të trokiste nder të vllaut të vet që edhe me fitu sevapin që e kon fitu. Une, dhe sa neve sot çfarë haseti kemi ndërmjet vet. Si shembull e atij që është thonë që në kohën e Musës alayhis salam i ka lyp Musës alayhis salam një dele. I ka thonë ja Musa, lutë Allahin me ma dhon një dele. Ani i ka thonë po e lusë Allahun dhe i ka lutë Allahun, Allah i është përgjegjë lutjes Musës në atë mënyrë që i ka thonë, ja Musa, thuj filanit që ka lyp dele prej meje, le të bëje dua për vllajën e vet, ne thotë o Zot, ama mu një dele, ndërsa filanit jepja 2 dele. Filanit jepja 2 dele. Edhe i ka thonë Musa alayhis salam, Allah i po ta pranon duan, por ta ka kurzu, ka thonë o Zot, mu ama një dele, ndërsa filanit jepja 2 dele. Sa është më i nevojshëm se ky. Çka tha? Tha po thot për filanin 2 dele. Le kreta mas bonas për mua as për tane. Çka haseti? Edhe të mirën e vet s'pedon, veç mos me bë dua për tjetër. Shtë i kish bo vaki njënit në Arabi, kish bo vaki
po lutet Allahun Taala për një shok të vetin, o Zot lehtësoja martesën, marto me një gru të mirë, bën e kështu. E gruaja tha, shilegohem, tha pse? Tha mos u lut, tha për vllajën ton, tha më martu. Qështë ta mos më luto e gru, tha që e din e kom shok më të ngushtë, nuk oj martu me, po lusë Allahin, Allah më ja gjet një të hajrit. Jo, tha mos u lut. Lut çka dush për të veç për martesë mos. Pse? Se tha me laqa kur të lutet vllau për vllaun e vet, që s'është prezant, me laqa të thënë edhe ty ja rab. Bëni edhe këtij. Tha ti si të lutesh për të me laqa të thënë edhe ty me të martu, ma se s'po duhet ti më martu edhe ne. Çka haseti? Mos me dash më ardh njëna nga të saj si ortak. Dhe kjo haset thash është prezent për fat të keq mesin ton, dhe ka lajmëru Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë do t'ju kaploje juve smuje që i ka kaplu ata të cilët kanë qenë para juve. Cila është ajo smuje ja Resulullah? Tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, al-baghdha'u wal-hasad, urrejtja dhe zilia, smira ndaj njëri tjetrit. Edhe ata që janë kohë para jush kanë qenë tillë, po edhe juve kam ju kaplu një smuje e këtill. Mos me mund me duru dikant i cili është më i mirë se sa ti. Dhe tha pejgamberi alayhis salam për hasetin, hiya al-haliqa, ajo rrul, ajo qedh. Nuk po them ka thonë që e rrun qimen ose e qedh qimen, mirë po ka thonë e rrun dinin. Ti fshin punë të mira haseti vllazë. Që shka në hadith tjetër që transmeton Abu Davudi, për cilë ka fjalën se në të saj, në të cilën ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se haseti i han sevapet e juja sikur që i han zjarri drumt. Haseti të fshin, hiya al-haliqa, rrun dinin. Vazhdon ti me kon i smund, me smujt hasetit, dhe sa haseti ti fshin të gjitha punët dhe veprat e mira. Prandaj tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk hyni në xhenet derisa nuk duheni, e nuk do të duheni. Aty tregoj se si ju keni më udash ndërmjet veti, than si ja Resulullah, tha afshu salama bainakum, për hapni selamin mesin tuaj. Kur ta sheh muslimanin thuaj selam aleikum, ke një dyqan selam aleikum, në telefon po fol selam aleikum, për hape selamin, mos u turpnani për selamin. Edhe arsimtarëve t'ju i thuni selam aleikum, se s'jam mellorada, s'kan pik për qilit këta. Thuaj selam aleikum. Në të këshyre një herë që ditë që më dy, po kur të qese shumica për juve në zanzve po jipni selam, kanë me fillu me omar selamin. Se na shqiptarët e kemi një problemin e komplekseve dhe inferioritetit. Na këshyrit që përdojnë halki, na vishemi që shvishën halki, na silemi që shkan qep me na pa halki, na fonim që shkan qep me na pa tjertë, na hajmë buk, këshyrim djatë të qmaj që shpo hajmë, prej me djatë hamet majt, me dorë të aretit, na qashtu hajmë. Prej me djatë, hajmë me të majt, këshyrim një herë. Në halajem e milet o lazën që kur t'him në mëltore, lypim me gisht të mëlsina, se o dim edhe emnat. Qa po dënë, ama një që si, edhe një që si, 20 vjetë njëjtë në mëltore shkajmë, njëjtë në sent kena me thonë, njëjtë. Këshyrim që po hajmë, tjertë hajtë po hajmë edhe na. E ke po, kur him një herë, edhe që që sjellin atë malbore për mitavellin, verre, këtë e ki njësaj. Ska, do të mos jellë si tjertë, jo për vla mos jellë si tjertë. Silo që shkalyp Allah i mos jellë për te. Vishë që shkalyp Allah mu vesh për te. Mos u të fëno për njerëzë. Për arsye se ata kanë më të fënu në ditë kiametit për Allah Ta'ala dhe për robëve të Allahut Azza wa Jall. Hadithi tjetër që transmeton Tabaraniu, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu an-nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Njerëzit kanë me qenë hajr derisa nuk fillon me çu haset njëri tjetër. E çu shka me pas hajr nëse kanë me lyp më hek hajrin njëri tjetrit. A lyp këti më hek hajri, Allah i ka me ta hek edhe ty. S'ka mirësi as ndaj teje. Wallahi po të vjen keq kur pe shoh në rrugë në herë kerr po vizllon kur pe akçyria ka po vin kështën. Këtë vije. Po kjo dorë as dënohen ditë kiametit për këtë dëmtim që ja ka bë. Ose kom pa njëri për shembull gjip
Volvo, 10 verës, ka një gërbeqi. Më ka kushtu, tha 50-60 mijë, s'di sa e kish marrë. Një pauz ka shku në me një vend, ka shku, e ka vizitu me një vend tjetër, një vlla, edhe tu këthy, kanë shku, kanë net, kanë pini kove, kur o këthy, kret haubën e kërët, ja këshin bo kret vija. Me 1000 euro, edhe kërë në kolokol, masën e lyje kërë. Kush një zot e din, mirë po kjo si rezultati hasetit. Ti zdut me pas masi se kom une. Inshallah dhe ty të prishet masi se kom une. Në vend se mu gëzu që dikush e ka, se kur farsherri s'ki për ati që ka, jo, ne kem me shku edhe me i bo keq ati. Plus e lutë zotin e thote, mare zot, thaja qafën ati. Mare zot, hala për të keq e lutë Allahun tala. Për shkaktarve kryesor të ndërun vlazën, që shkakton hasetin është urrejtja që ki ndaj dikuj. Urrejtja, ndaj mendimit të dikuj, ndaj pamjes së dikuj, ndaj dhuntis që Allah ja ka dhënë dikuj, e merr inati, e urren edhe e çon haset. Kur s'ma ka dash shpirti që tëne, kur s'e kom pas marak, edhe ky këtane, Allah, s'pe du, inshallah zoti qafën ja thep, inshallah bën aksident me tëne. E boft këtë ose e boft atë të keqë. Urrejtja është për shkaktarëve më të mëdhej që ka haset mes njerëzve, si dhe armiqësia. Kanë pas një problem ndërmjet vete, jenë armiqësu, e pastaj e vazhdon vazhdimisht haseti të ky person që s'mund me duru një të mirë që Allah ja ka dhënë atij dhe vazhdimisht kërkon që t'i largohet ajo mirësi që ka prej dorëve të tija. Mendëmadhësia është prej shkaktarëve të hasetit. Qysh me pas ky, që jo ky katonar, selak, që ky është djali i filon bërllogjiz, e filon tezgagjiz, e filon çobanit, qysh ky me arnë qëtë pozit, e unë djali age, djali qytetari, djali kasabalie, djali që kem pas tradit, pasunis e dijes, unë jo e ky po, inshallah dhe ky se ka. Mendëmadhësia është prej shkaktarëve të përhapjes së hasetit. Kur njëri krenohet për shkak prej ardhes së tij, për shkak pasurisë së tij, dhe mendon se nëse na kemi pasuni, djali jon duhet më kon më i miri. Nëse ata s'kan pasuni dhe djali i tyre është pranuar në fakultet për shkak suksesit që kërcyshëm, atëherë bën haset pse na jemi familje aristokrate, ata janë familje fukarash. Për shkak mendëmadhësisë fillon me çu zili palën e dytë. Dhe kjo është për shkaktarëve që shkakton zilin. Po ashtu vetë pëlqimi. Dikuj i hi vetin qef, i do këtë si kur unë e kërkush. Hajt, thëtë jam unë. Se njëri qëtu kur kish pason njënit, mërë ty, po kishtot i po këtë se unë jam hajta, kishton unë jam hajt jam unë. Me po me t'hin vetin qef edhe me menu se je hajt, se kjo hajt dhe me s'ka kur fa kvaliteteve që më ka hi vetin qef. Se më konë di me kalzua që ka, që fa kvalitete ki. Po që vëllo, hajt jam. Femrave ju hi vetin shumë qef, hajt. Edhe këqyro pasqyre që ka trupin, e qysh po rrinë, e qysh po bat, gjuju prej shifaderave mi vesh farmerkat atyne, se ato zvishën normal, du të mu gjuju prej ka uqit të poshtë. Edhe masane po shkru në për gazeta, që kjo po i prish damart, teshat e ngushta, po u prishin damart, e qarkullimit të gjakut, masane po shkakton alergji, kërumje, deri te zotën e rujt edhe amputimi i kamve apo durve. Me masane nga në për spitale, bëlla, se dybe, s'kena fmi, s'kena atëne. Që shtëne se fmit, femnat, tash janë vazhdimisht me tesha, me pantolonat të ulta, me bel të qelëm, me tesha që ma tepër interesën me dalë performancat e vijave të trupit sësa që i ka interesu me rujt shëndetin e saj. Dusa përpara kër i kena pas nënat edhe gjyshet me 1000, o konë në zetë, vezorët kanë prodhu normal, që ta është mërdhijen, ngrihen, veçdojnë me najtë frajer, dojnë me najtë edhe frajeritës. Në pik dimit ishe me minit që ecin femnat. Dhe atyne, më dojnë mos kam e pas smujet të ndryshme. Andaj vetë pëlqimi është për shkaktarëve të hasetit. I hi vetin qef,
dhe s'u doron dytin. Nëse dikush ka ardhur dhe e ka lëvdu për bukuri, e ka lëvdu për dije, e ka lëvdu për aftësi, s'u doron tash dikush tjetër më ardhë dhe me lëvdu edhe një tjetër. Me thonë bërë edhe filani ki zonin e mirë, edhe filani po dike edhe kish dije, edhe filani kish blejnë i kërë kushmëre, që ky vetë pëlqim është për shkaktarëve të hasetit. Po ashtu friga prej humbjes së pozitës shkakton haset. E ka një pozitë. Edhe tash ishe se dal ka dal një punëtor me punën e vetë, aftësinë e vetë, pja rrezikon pozitën këtij që është shef, ose në pozitë tjetër që e ka, dhe dal ka dal ky haset paraqitet te ky person. Dhe fillon me urrejt ato dhe shiqon në çdo mënyrë me largu prej kolektivit të punës. Edhe nëse ka nevojë me shpifje. Shpif, thot, ka mungu ma tepër se sa që në realitet është. S'ka në vend punës një javë ditë. Ne jemi të sprovu, konkretisht, unë jam i sprovu, ju jeni të sprovu, tjetër kush e i sprovu. E ki zilin, hasetin dhe shpifjen, që dikush rren kur sundoron edhe shpif ndaj teje. Shpif. Në dynjë ti mundesh me bë këtë punë, nëse ta Allahu ta në ditë kiametit ki me pagu shtrajt. Po ashtu dëshira për karrierë dhe pozitë. Njëra ai që ka pozitën bën haset ndaj këtij që po do m'ja marr, edhe ky që poshtë ka mundësi me çu haset to që nalt, dhe dal ka dal munohet me rrejt për ta, me gjujt për ta dhe me ul prej pozitës edhe me dal vetën pozitën e tij. E kallëzeshin të na, kur e më koni vogël, e kallëzeshin në shkollë, me selën, thëshin, i kishin pas shti në gjenem edhe dëshin me dalë, shqiptari, kër e shike, ati nalta, esdi këtu poshtë, ja e ke shkamin e qitë të poshtë, mësene. Zvan me pështu ti, me dalë për e këtuet. Unë e kallu edhe ti. Haseti, për thëmë, është smuje e cila një për shkaktarëve të saj është likështia e mrenqme, është njëri liksht, është zemra e smund. Zemrat e smunda kanë haset. Se zemra e cila ka iman vllazën, zemra e cila është e lidhur me Allahun Teala, ajo zemër nuk ka mundësi me pas haset. Për arsye se ajo është e pajtuar me atë që Allahu Teala ja ka dhënë. Thot Allahu Teala, a u kanë zili atyre njerëzve për atë që Allahu u dha nga mirësitë e tija. Në surat An-Nisa ayeti 54. Allah i po pyet, a piqeni haset, piqeni zili ata që Allah ju ka dhona? Ko piqen ziliti? Kuj pi shpall lufti? Allah i ta. Ti asje i knaqëm me gjykimin Allah Taala. Me Zotin po do në mushty. Pse Zotin mi dhon ati, ndërsa ty nuk të ka dhon? Kjo prej shejave, Allah i na ruaj të iblisit. Padaj, hasetqia, ziliqari duhet më mundu me hek smujnë që e posedon zemrën e ti, se kjo ka me dëmtua. Se mas pari duhet me ditë se këtë cilësi e ka pas iblisi. Shejtani sun e ka dëru Ademin a.s. Qysh o Zot ti me e kriju Ademin a.s. prej dheut, prej loqit, prej baltës, mu me më kriju prej zjarit, unë jam maj mirë se ky, qysh unë e me iran seqde. Kjo mendë masi dhe kjo zili u bë shkaktar që shejtanit mallkohet për anës Allahut Teala. Pat zili ndaj Ademit a.s. Dhe ti kur ke haset zili, dije se je me një saf me iblisin lanetullahi alej, me shejtanin. A i ka që zili Ademin a.s. Edhe ti kur qënë zili, dije se ke cilësit shejtanit të mallku. Ti e shkatron veten për arsye se nuk je i kënaqur me kaderin e Allahut Teala. Ti si kur dënë mi thonë Allah, pse i dha ati? A hiq nuk e din ti se Allah kur jep dikuj e sprovon dhe kur si jep dikuj e sprovon. Ty të sprovon dhe ata e ka sprovu. Femnën që i ka dhënë bukuri mund me sprovu, bukurin e saja ka me përdor në itat Allahit me martes halal, apo ka me e ketë shpërdor Zotrin arrujt me harame. Ty mund me të sprovu në pasoni pëse s'ka dhanë, pasanikin e sprovon pëse i ka dhanë. Dhe mas tepër min xhenem që ka pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam
kanë qenë gratë dhe pasanikat, që s'kanë kry obligimet kërshi Allahut Taala. Dhe sa mas tepër në xhennet që i ka vrejt, kanë qenë fukarat, të cilët kanë bërë sabër në sprovat të cilët Allahu Taala u ka dërgu atyne. Prandaj, në dynja e dëmton veten, në ahiret e dëmton veten. Në dynja e dëmton veten, se për i del kërshi i kaderit Allahu Taala, në ahiret e dëmton veten, për arsye se do të shkatërrohen veprat e tua. Ti me zilin tënde i ke bo mirë ati e i ke dëmtu vetën tënde. I ke bo mirë ati se ty zilia që ti me e përgoju atë person, me e bo gibet. E duke e përgoju atë, ti ja pastron ati gjunahët. Se në ditë kiametit, merën në katët e tia edhe të qitën barë, ty ndërsa se vapet e tua i qitën ati. Ti i ke bo mirë ati, kur gjë se dëmton personin që i qënë haset, ose i qënë zili. Jashta vetit, as këm tjetër ti nuk e dëmton në këtë dhe në botën tjetër. Ti shkakton me haset vetit tënë dhimbjen në shpirt dhe në zemër, dhe kërkush nuk e din këtë meselë. Vetëm ti ki me vujt. Ku përdin halki që ti është ka të pengon për shamo filani pse ka pasuni, ose ka dije, ose ka pozit, ose këtë mirë apo atë mirë. Dhe ti vazhdimisht munën. Mu që aj, 2 lafe mi full para njerëzve, ti këne donë me plas, pse për admirajnë të tjertë. Kjo s'muje. Dhe kjo dal ka dal, ty ka me qkatru. Kujto rasin një ditë kur Muhammed a.s. të najtë me sahabët në gjami, njëni ishte të hynë në gjami, enda pa hynë. Tha Muhammed a.s. që kuj që kam ju hinë, që ta shëgjë gjennet li. Dhe kur e parë, kur hyni një njeri që nuk vrehe për nëj pun të veçan mesin e sahabëve. Edhe emni ti nuk o i registru. Dhe hyni, i stërpiknin, i piknin pikat e abdesit dhe hyni qashtu në gjami. Dhe i këqyren, subhanallah, shihnin gjennet li për zgjalli, në tokë, në këtë dynja. Qfar një meti mërnu në këtë pejgamberit alisa, për të kalëzën kushe gjennet li. Të nesën më përsëri, Resulullah s.a.s. tha që ky që pëhen, tha është gjennet li. Kur e parë, përsëri që e njëri pëhen. Ditën e tretë, të njëjtin lafe, tha Resulullah s.a.s. Dhe u që Ibn Omeri, radiallahu anhu, shkoj dhe qëndroj 3 ditë shpit ti. Me e përcjell. Qfar punë për bën ky njeri? E a ka mundësi me artë të mysafir, po më rëtha bëjrëm hec. Edhe shkon qëndron të aj, po e përcjell qfar vepra është të punu në ky, a fal namaz shumë, a agjeron shumë, a lexon Kur'an shumë, jep zeqate, sadake, bën mire, punon mire. Me e vreti se dallon të asgjë prej këtyne. Pas 3 dite, i tha unë e përshkoj, thami po tha, para se me shku, po du me të thonë një sent. E kem dëgju Resulullahin s.a.s. 3 ditë rresht, tu të përgzu me gjennet. Thoshte njani tash i ka me hinë gjami është gjennetia dhe ti hyje. Edhe ditën e dytë edhe ditën e tretë, për mi kalëzu se s'ka qenë rasti. Dhe më interesoj me di qëfar ke punu ti që e ke fitu këtë deregje edhe Resulullah s.a.s. dynjon po na kalëzën për ty. Wallahi thot hiç kur gjo, që to që kam ke pa 3 ditë, as kom shtu, as kom mungu për asaj që i bëj edhe kur si jeti prezent. Diçka tjetër, ja, mirë po, kur bën munda, tha, përveç, nëse të hynë punë, kur bi me flajt, kur e qes kryt një astek, ja u bëj halal kredve, për kërkon të smërzita. Që kjo pastërti e zemrës dhe e mendjes, që mos me imet hatri, mos me imet mendja dikund, që ta që flinke si kinq dhe zemrën dhe mendjen e kishte të pastër në hak të vllaznive të vetë, Allah i hatri që saj zemrë dhe mendje të pastër, ja ka dha gjennetin dhe i ka përgzu qështu u konë gjallë. Bane kështu zemrën vlla, e ki gjennetin biidhnillahi taala. Ko pe kundështën ti, ka derin Allah ta, Allah i ka deshti ka dhonë ati, ti s'mon me në ardhën ti në Allah taala që i ka dhonë dikuj. Pandaj kërko strehim të Allah taala, si musliman, thuj o Zot, më ruj mu prej kësaj smuje, ma largo mu këtë smuje, se veç veti po e dëmtoj une, bën dua, shtoj duat, mënohu me menu mirë për atë personin të cilin je duke e qu, haset,
bën dua dhe lexo ajetin e Kur'anit që Allahu Teala na e ka mësuar në librin e tij. Surat Hashar ajeti 10. Alladhina ja'u min ba'dihim, thot Allahu Teala për besimtarët e sinqert që kanë ardhur pas besimtarëve, pas mu'minave, thënë yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. O Zot, na i fal neve gjunahet dhe fali vllazënit tonë të cilët kanë qenë para neve në besim. Mos mendoj veç për veten tënde, po për gjithë muslimanët. Dhe ka thënë Muhamedi alayhis salam, kush kërkon falje për besimtarin dhe besimtaren, për sa ka kërku falje, për çaq Allah i ka me t'i fal gjunahet. A janë 1.700 milion musliman. Nëse thu, o Zot, fali besimtar dhe besimtaret, musliman dhe muslimanet, falja u gjunahet ja Rab, 1.700 milion sevape ka me t'i dhanë Allahu Teala. Me një herë, me një dua. Për nëse fal namaz, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Zot, falem mu, fali prind dhe fali besimtar ditën kur do t'jipet llogaria. Po bën dua për besimtar. Para me në, ka sa herë Allah po ta kthen ty. Sheikh Albani tha hadith sahih. Dhe e përmendin Sahihul Jami'. Shtoj duat për musliman. Dhe thuaj o Zot, fali ata të cilët kanë qenë para neve, për besimtarve, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Dhe mos bën që të kemi të keqe, mendim të keq, të lig ndaj atyre që kanë besu. Bën dua, dhe kjo është për duave të Kur'anit, që ti me përmisu zemrën tënde dhe me largu hasetin. Shtoj duat, dhe sa dhe lutë Allahin me të rujt syni i keq, pa dhe sa bukur në ka zbrit Allahu Teala surat Falaq edhe surat Nas, 2 sure, ku thunë tëne, wa min sharri hasidin idha hasad, Zot më ruaj për sherrit hasedqis kur qënë hased. Bane këtë dua të Allahu Teala. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri l-waswasil khannas. Lype strehimi prej Zotit njerëzve, prej sherrit të njerëzve, min al-jinnati wan nas, dhe sherrit të gjinëve dhe të njerëzve. Lyp strehim të Allahu Teala, sa se qia mund me dëmtu në përgojimin tënd, në mallin tënd, e doshta edhe në jetën tënd. Andaj, bënë dhikër Allahun Teala dhe përkujto Allahun Teala dhe kërko strehim të Allahu Teala për sherrit ti, a i s'ka mundësi me të bësh sherr nëse ti e lyp strehimin të Allahu Teala. Allah na i ruaj zemrat tona për asetit, ja Rabbi. Allah i pastroj zemrat tona, gjuhët tona dhe mendjet tona. Allahu Teala e largoft mendimet e këqija ndaj njëri tjetrit. Allah i bashkoft zemrat e muslimanëve. Allah i bashkoft safat e muslimanëve. Allahu Teala na bëft inshallah që duhemi për hir ti dhe të bashkohemi për hir ti. Allahu Teala i ndihmoft vllazërinjve ton në Siri. Allah i ndihmoft vejave. Allahu Teala i ndihmoft jetimëve tona. Allah i shkatroft zullumqart. Allah i shkatroft zullumqart. Allah i shkatroft zullumqarin e Siris dhe ushtarët e tij dhe ndihmtarët e tij dhe gjithë ata të cilët në mënyrë të heshtër dhe haptas ndihmojnë zullumin e tij. Allah i na bëf që shumë shpejt para Ramazanit me pa ramin e këtij kafirit dhe gjithë atyre të cilët ndihmojnë. Allah i na përgëzoft ja Rabbi para Ramazanit me ramin e zullumqarëve kudo qofshin ata. Allah i na i provë ditë më të mira si musliman. Allah i ktheft khilafetin mesin e muslimanëve. Allah i bashkoft safat e muslimanëve. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله.